Mbrëmje të nderuar bashkëdhetar kudo që ndodheni. Nga televizioni Një Dritare, ju uroj shikim të këndshëm. Sonte kemi një të ftuar speciale. Ajo vjen nga Tuzi, Malizi. Është pjesë e stafit të televizionit Bojnë, ndërsa aktivitetet e saj profesional e shtrin edhe në qytetin e Shkodrës. Kush mund të jetë tjetër përveç se Nevila Neziraj Nikaj. Mirë se erdhe Nevila sonte këtu në emisionin tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Mirëmbrëma Albina, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe për mua të jem sonte online në Një Dritare. Kënaqësia është e jona. Po kush është Nevila? Shkurt. Ajo është autore e 3 veprave të botuara. Leje për të jetuar, përmbajtje poetike në vitin 2020. Dashuria e fundit, roman në vitin 2023. Ndërsa romani i parë, Papa Fingoja, në vitin 2021, pra ka gjithsej 2 romane dhe një libër me poezi. Përveç letërsisë, ajo krijon her pas here edhe tekste këngësh. Përhyrja saj për krijimtari ka nisur që në bankat e shkollës, ku është vlerësuar shpesh me çmimet e para në konkurset letrare. Nevila është anëtare aktive e shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës. Ka marrë pjesë rregullisht në panele, promovime dhe mbrëmje letrare. Aktualisht, ajo është në proces botimi të 2 romaneve të ri, të cilët pritet të dalin së shpejti. Po, kush është Nevila? Do na flasim më tepër Nevila për veten e saj. Unë Nevila do të pyes pak ti je akoma e re, por për kujtimet e fëmijërisë dhe të rinisë të hershme. Cilat janë disa nga kujtimet e tua që kanë ngelur në zemrën tënde? Atëherë më doj filloj kështu, sepse e dëgjova për shkrimin e asaj që the ti, edhe vërtet për të qenë një autore, një shkrimtare duhet vërtet shumë kohë, megjithatë ky për mua është më shumë një pasion, prandaj nuk e quaj veten akoma ende një autore profesioniste, megjithatë kam marrë shumë urime dhe lëvdata nga të gjithë lexuesit e mi, të cilët sigurisht i përshëndes shumë. Ju jeni autore, për të shkruash 2 romane dhe një libër me poezi, autore je e quajtur, pastaj emrin shkrimtare ta japin të tjerët kur të vlerësojnë veprat e tua. Gjithçka ka filluar shumë herët. Unë madje mendoj, keni dëgjuar ndonjëherë që thonë se nuk ka lindur me libër në duar. Për veten time gjithmonë kam menduar se kam lindur me libër në duar. Në fakt që vogël ka pëlqyer shumë, fillimisht të lexoj, pastaj edhe të shkruaj, edhe siç e thatë edhe ju që në bankat e shkollës, ku të gjithë ne si nxënës fillojmë ato vjershat për mamin, për babin, për mësuesen, për shokët, për shoqet, për motrën, për vëllain dhe kështu vërtet lindi një dashuri shumë e madhe, të cilën unë e quaj një ushqim për shpirtin në mbi të gjitha. Pastaj, gradualisht, duke u rritur në adoleshencë, fillova që të shkruaj vërtet shumë poezi mbi të gjitha, madje mendoj që edhe familja habiteshin, sepse unë fakt rrill nga një familje vërtet intelektualesh, një familje shumë e mirë, por këtë aftësinë për të shkruar ndoshta poezi, romane, kështu nuk e kishin asnjë. Edhe çuditeshin tek mëshinin që mbyllem në llom për të shkruar, për të krijuar, herë copës avargjesh, herë dhe tekste këngësh dhe kështu bëra disa përmbledhje, disa dorëshkrime, të cilat vërtet në një kohë erdhi një kohë kur vërtet duheshin që të botoheshin, sepse janë këto krijime të cilat ne na rrisin, ne na bëjnë se si ta shikojmë
botën, jetën dhe në fillim, sepse unë kam lindur në vitin 1988, kështu që jam rritur në një kohë të vështirë. Të gjithë shqiptarët janë rritur në një kohë të vështirë, ndoshta një kohë pak më të varfër, kur nuk i kemi patur ato mundësi siç janë tani, qoftë për të shkruar, qoftë për të afirmuar. Pra ka qenë mentaliteti i tillë, ku na ka bërë që të shkruajmë shehrazi ndoshta dhe të mos i shfaqim krejtësisht ato ndjenjat dhe pasionet tona që kishim, por gjatë gjithë kohës le të themi që kam mbajtur si një arkiv në spirtar, por që erdhi koha dhe më në fund realizova një ndër ëndrat e mia më të mëdha që të dëtoj për mbledhjen e parë me poezi të quajtur Leje për të jetuar. Dhe pikërisht ky titull lidhet pikërisht pra leje për të jetuar, sepse femrat në përgjithësi ndoshta nuk e kanë atë manin për të jetuar ashtu siç duhet, jo si meshkujt, sidomos gjatë asaj periudhe që unë kam qenë adoleshente, shumë gjëra na janë privuar vërtet. Prindërit tanë këto e kanë bërë jo sepse nuk na kanë besuar, unë them gjithmonë, por sepse kanë dashur të na ruajnë në një farë mënyre dhe femrat sidomos nga vendi ku unë vi i kanë ruajtur jashtëmase. Por titulli pra Leje për të jetuar lidhet pikërisht me jetën e një femre e cila ka dëshirë ta jetojë jetën ashtu siç ajo dëshiron, por për arsye të ndryshme duhet që her pas here ndoshta të marrë leje. Me që kujtimet tuaja janë të gjitha të lidhura me poezinë, me lejen për të jetuar, le të njihemi pra me librin e parë me poezi, Leje për të jetuar. Në çfarë viti e ke shkruar librin dhe po, atëherë si të thash, temat që ka brenda. Atëherë poezitë e Leje për të jetuar kanë filluar që në adoleshencën time, duke renditur ashtu me dorëshkrime. Më pas i kam lexuar për një njerëz shumë të besuar, i cili vërtet më ka thënë që në vila ti duhet ti botosh këtë poezi, edhe nëse ti je ndoshta fanatike që të tjerë do t'i lexojnë, sepse në fakt ne kemi këtë maninë vërtet që ti jemi fanatik për gjërat tona që i kemi krijuar vetë dhe nuk duam që të tjerët të bëhen pjesë e le të themi ëndrave dhe kujtimeve tona, por nuk ishte as sens që këto të qëndronin vetëm dorëshkrime. Prandaj ishte koha e COVID-19, ishte koha e karantinës, kur kishim më shumë kohë për të menduar, më shumë kohë për të analizuar gjërat, ndoshta vërtet ishim të mbyllur brenda dhe gjatë asaj kohe unë mendova se tani është koha më mirë që vërtet të rendis këtë poezi që nga adoleshenca ime deri në këto momente që po jetojmë tani dhe t'i vë në jetë. Prandaj kështu rash në kontakt me shtëpinë botuese Kuvendi, me qendër në Lezhë, edhe po, edhe vërtet kisha nevojë sigurisht edhe për një redaktore, kështu që rash në kontakt me ata më përgjigjen në mënyrë shumë korrekte, shumë të mirë, jam shumë e lumtur që e realizova ëndrrën time të parë, pra botimin tim të parë për mbledhje me poezi Leje për të jetuar tek librari Kuvendi, të cilët edhe i falenderoj shumë sepse koha e Covidit ka qenë një kohë shumë e vështirë dhe për të lëvizur, them vërtetën, sepse të gjithë e dinë që duheshin ne jetoj në Maltezi dhe duhet të kaloj kufirin, kështu që ishte pak a shumë e vështirë sepse ishte koha kur duhet të nxirreshin testet e tjerë, megjithatë vendosa, domethënë isha vendosur që kësaj here është mirë që ky libër të marrë jetë dhe të vijë në dritë për të gjithë lexuesit. Këtu ka shumë poezi, të cilat pra siç thash kanë lidhje me adoleshencën, me ato ndjenjat e para, të cilat janë ndjenjat për dashurinë mbi të gjitha, për prindërit, për jetën, për varfërinë, për shumë gjëra të tjera, sigurisht edhe për dashurinë kundrejt familjes, botës, frymëzimit, pasioneve që kemi me ato që jemi rritur e shumë poezi të tjera, të cilat vërtet u mirëpriten edhe nga lexues të shumt nga Shkodra, mund të them, sepse them të vërtetën unë jam shumë e lidhur me Shkodrën, kuptohet, sepse atje jam bërë 21 vjeç dhe lexuesit e parë kanë qenë nga Shkodra, të cilët më kanë përgëzuar shumë edhe i falenderoj shumë që më kanë motivuar dhe më kanë thënë që në vila ti nuk duhet të ndalesh, vazhdo të shkruash dhe të botosh në mënyrë që jo të realizosh ëndrrën tënde, por ndoshta të gëzosh edhe shumë lexues. Para se të filloj me leximin e poezive, do pyesja stilin që përdorni. Ju synoni më tepër të mjeshtria vargut, apo s'ka problem, vargu i lirë ka rëndësi më tepër tema, mesazh që hell për lexuesit? Atëherë unë them të vërtetën jam tek vargu i lirë më shumë jam tek strofat që rimojnë,
Por kohët e fundit, edhe pse nuk I kam botuar disa poezi, kam filluar të mendoj që nuk është e rëndësishme nëse rima pra tingëllon me njëra tjetrën ose strofat duhet të jenë 2 me 2, 4 me 4 etj. E rëndësishme është që të shkruash dhe kohët e fundit më duket sikur më bukur tingëllon këto poezi të vargu I lirë, por që kanë mesazhe. Rëndësishme është pra mesazhet që arrin të përcjellësh nëpërmjet poezisë dhe sigurisht duke u rritur, nuk po them duke u rritur, por duke hyrë më shumë në moshë, njeriu ka më shumë përvojë, më shumë eksperiencë, më shumë gjëra ndryshojnë si në jetën për private ashtu dhe në jetën profesionale dhe kështu që rritesh, domethënë profesionalisht dhe vazhdon të shkruash gjëra akoma edhe më të bukura se sa kjo përmbledhje me poezi, por që nuk do ta ketë asnjëherë shijen e kësaj përmbledhje me poezi, sepse këto janë shkruar vërtet me shumë shpirt, atëherë kur vërtet unë si një femër kam pasur shumë të nevojshme daljen nga ayahuasca, daljen nga të thyer një tabu, le të themi, të atë viteve, por që edhe poezi të cilat vazhdoj të shkruaj dhe her pas heri postoj në rrjetet sociale janë shumë të mirë pritura, madje kam patur poezi të cilat vërtet edhe janë votuar në broshura të ndryshme, në portale të ndryshme dhe vazhdoj të qëndroj tek poezia. Po na bën kurioz, a ke mundësi të na lexosh ndonjë poezi tani nga libri? Por çfarë vlej vallë në jetë kur do të lexoj? Ja sa të përgjigj, sepse në fakt nuk kisha përgjigdur ndonjë, por ja tani do I përgjigj dhe ja, unë do e hap librin këtu ku më shkoi dora. Okej. Me kënaqësi do të dëgjoj. Ora e takimit. Këtu e pusa Hanën për herë të fundit. Atë natë ilegale, pa tingull, pa fjalë. Më robëroj një çast të tyra jote, desh u dogja nga një impuls I marr. Më kujtoi stoli që për pak u thye, e desh ram në ujin e ftohtë. Ishte hera fundit që ndelëm aty, ndërsa unë atë lum nuk u lava më dop. Nduk syt, të kthej vitet në amshim, të kthehem tek Hana, tek lumi, tek një përqafim. Guxoj, të të rast të këtë heshtim. Faleminderit që ndave me ne. Më bukur një poezi rinore, nuk kam fjalë jashtë mase me emocioni një vajzë të re. Edhe një tjetër të lutem. Po, patjetër. Është si. Nëse do të kem një jetë. Në këtë rrugëtim të egër, të ëmbël pas stacion, ndaloj në semaforet e gabuar, në kthesa e një labirinti terror. Vajtoj her pas here, me sytë që kërkojnë paqe, në rrëmullën e botës me katare. Mundohen të kujdesen për petalet e sinqeritetit, ku shpesh pyshken e destinën e virtutit. Nëse do të kem një jetë, a mund të jetë e pastër, të pasqyron çiltërsi, të rrjedhë si melodi. Se do të kem një jetë të tërë, dua të ketë fytyrën e një femre, pafajësinë e një fëmije, dashurinë e një nëne. Nëse do të kem një jetë, mundem të jetoj akoma. Unë kapa të gjithë poezinë, por çiltërsia, sinqeriteti që të kenë fytyrën e femrës. Ishte fantastike, faleminderit që ndave me ne. Përveç poezisë, ju shkruani edhe në prozë. Keni botuar 2 romane, por në fillim do ndalemi tek romani I parë. Sa kohë ju është dashur ta shkruani dhe tema që trajton narrativa e atij romani. Patjetër. Kryesor dhe gjithçka që ka brenda romani I din vetëm ti. Kështu që jemi shumë kurioz ta dim. Atëherë, unë do të filloj këtu se si ka filluar ideja që unë të shkruaj një roman dhe mbi të gjitha të shkruaj një roman sigurisht për femrën, për gruan. Por për gruan pas në kohë, pra jemi ulur pas në kohë diku nga vitet 1950, atëherë kur koha sigurisht për gratë ka qenë akoma më e vështirë, ku mentaliteti mund të them që ka qenë kuptohet vetë edhe nga koha që shqiptarët kanë jetuar aso kohë, por se si jam frymzuar do ta tregoj patjetër, e kam treguar edhe herë tjera, edhe
Unë nuk e di. Kam qenë në stafirën Edhe dëgjuesit ton kanë përshtypjen se janë shumë kurioz ta dinë. Kam qenë në stafirën në një shtëpi, nuk është e rëndësishme se ku, edhe u njoha me një grua të moshuar. Me një grua të moshuar me një botë shumë të madhe dhe me kujtime shumë të vyera në të kaluaren, e cila më ftoi në, le të themi, në papafingon e saj, jo tamam një papafingo, por ashtu po e quaj, ku aso kohë kanë shërbyer ato arkat, nuk e di se si mund ta quaj ndryshe, arkat e pajës i mershin që kur u martonin. Po, ku të vjetrit po kanë ruajtur gjërat e tyre më me vlerë, ndoshta mund të jenë edhe xhubleta apo ku diun, fotografi të vjetra etj, relike, domethënë të cilat i kanë ruajtur sigurisht si një traditë që ka qenë dikur, edhe e doja shumë atë të moshuarën dhe ajo më donte shumë dhe e kuptonte që unë diçka dua të zhbiroj tek ajo. Dhe fillova t'i bëj disa pyetje. Dhe kështu më lindi ideja që të krijoj një roman ku në fokus është gruaja në të gjithë jetën e saj, që nga fëmiria deri në ditët e fundit të jetës. Pra është si një roman dokumentar mbi të gjitha, edhe personazhet e mi në librin Papafingoja kanë thjesht iniciale. Edhe këtu janë bazuar tek romanet e shumta që kam lexuar dhe nuk e di pse më lindi kjo ideja që personazhet e mi të kenë vetëm inicialet, pra vetëm shkronjën e parë të emrit dhe shkronjën e parë të mbiemrit. Kështu që nuk e di nëse jam vlen që të përmendem këto, por është vlerësuar shumë të vërtetën. Është vlerësuar shumë sepse njerëzit nuk kanë besuar që unë mund të tentoja të shkruaja një kohë kur nuk e kam jetuar vetë, por të thashë edhe më parë kam marrë të dhëna nga gratë të cilat e kanë jetuar, nga të moshuara që e kanë jetuar atë kohë, edhe pse romani im lidhet me një grua e cila ka jetuar dikun nga mesi i Shqipërisë dhe jo në veri ku unë kam jetuar, por nuk doja që të ishte direkt, domethënë si një pjesë e marrëdhënies time me njerëzit e vendit ku unë jetoj, por që ka dalë shumë bukur. Pra, gjithçka fillon me jetën e një gruaje qysh në bankat e shkollës, mënyra se si atë nuk lejojnë që të vazhdojnë shkollën, se si i kanë trajtuar gratë në të kaluarën duke qenë më shumë si shërbëtore se sa si një femër e cila duhet të trajtohet me respekt dhe dashuri dhe të meritoj vendin që duhet. Pra, duke zhvendosur gruan në një realitet paksa shumë të dhimbse, do thoja, dhe vërtet është një roman që më ka kushtuar 3 vite për ta përfunduar. Kam qarë duke shkruar të vërtetën, ende sot emocionohem, sepse ka skena shumë të dhimbshme. Edhe personazhi kryesor ka një djalë, i cili rritet larg nënës së tij, dhe kjo është një pjesë vërtet shumë e dhimbshme, dhe duhet shumë guxim për të shkruar gjëra të tilla që realisht ndoshta edhe në jetën e përditshme lidhen me jetën e njerëzve që kalojnë vërtet dhimbje shpirtërore, dhe dhimbja më e madhe është dhimbja që kalon një prind për fëmijën e tij, kushdo që është prind e kupton këtë. Dhe mua më duket sikur është një skenë gjallë. Sa herë që e lexoj i kam në mendje krejtësisht edhe skenën edhe çdo gjë që jam munduar të shkruaj. Po ashtu është pritur edhe me shumë emocion dhe dhimbje edhe nga të tjerët. Saqë tek libraria Kuvendi, se aty kam botuar të 3 librat e mi, më thonë që Nevila na i ke bërë të qajnë redaktorët. Kur do të shkruash një libër komedi, sepse vërtet janë shumë drama të cilat përçojnë dhimbjen. Dhe romani Papafingoja përmbyllet me vdekjen e personazhit kryesor, një vdekje tragjike e cila vjen nga pakujdesia një të moshuar e cila ditët e fundit i ka mbyllur e vetme në shtëpi, pra i ka lënë e vetme në shtëpi dhe fatkeqësisht i biri kujtohet vonë që ka patur një nën për të kujdesur për të, dhe kështu që është vërtet rëndësishme. Nuk do të qaj tani për librin. A ke prekur edhe emigrimin tek romani? Apo jo? Jo, sepse siç e thash më parë, romani mi ka rënë të fillon nga forma nga kohë e komunizmit, sepse nuk doja të dal jashtë temës, sepse vërtet në roman preken edhe këto tema, duke e prekur pak edhe komunizmin, kuptohet, sepse nuk kishte se si të ndodhte ndryshe, sepse aty trajtohet edhe qëndrimi që kanë meshkujt kundrejt femrave, se si ata për vete bëjnë jetë krejtësisht ndryshe, ndërsa femrat gjithmonë janë më të shtypura, më shumë punë, më shumë mund dhe çdo gjë tjetër. Por që jo, nuk e kam prekur emigrimin. Konzjatja e romanit nga cili vit deri në cilin vit?
Atëherë romani ka fituar, mund të them, diku në vitin 2018-2019, nuk jam i sigurt se ka përfunduar, domethënë e kam bërë në pjesë të ndara, sepse vërtet më është dashur edhe material, sepse e thash edhe më parë, është një roman dokumentar ku vërtet janë dashur të dhëna të vërteta, jo vetëm thjesht një roman i cili zgjon fantazinë, përdor imagjinate, ku diun, por kam dashur që të bazohet vërtet në diçka shumë reale, që e kanë kaluar vërtet gratë e Shqipërisë. Kështu që mund të Dhe cila periudhë është e përshkruar në roman, nga cili vit deri në cilin vit? Atëherë romani është periudha e historisë flas tani. Po, romani është përshkruar nga fillon në vitin 1950 dhe ndahet në kapituj, domethënë çdo 10 vite, çdo 10 dekada, deri në vitin 1900, deri në vitin 2000 më fal, ku edhe personazhi me fjalë pra ndron jetë. Ndërsa mua më ka kushtuar shumë kohë për ta shkruar them vërtetën, sepse e kam ndërprer punën dhe pasi e bëra gati, kam bërë gati rreth 900 faqe në fillim dhe ishte shumë vështirë që të botoja të gjitha këto 900 faqe në një libër. Kështu që është dashur të selektoj pjesët se cilat do futen në libër në mënyrë që të dalë tamam një roman jo i mërzitshëm, jo i stërgjatë siç themi ne. Kështu që pas librit të dytë, pas librit të parë që votova për mbledhje me poezi, mendova që ishte koha, dhe pse gjatë gjithë kohës që vazhdoj të shkruaj romane, unë e ndërthur edhe me poezit, sepse nuk largohem dot nga poezit, e kam frymëzimin për të shkruar poezi, më vjen frymëzimi në momente, nuk e di, ndërsa për romanin duhet goxha kohë, duhet të distancohesh pak, kështu që kur je edhe nën, kur je edhe bashkëshortë, është pak sa më vështirë ta gjesh kohën për të ndarë në vete, për të frymëzuar, për të shkruar recet, për të mos e humbur sensin atë ku ke ngelur. Kështu që romani më ka marrë goxha kohë, por është vlerësuar shumë dhe për mua është vërtet një arritje. Poezia është mus, ndërsa edhe romani, edhe proza është mus, por do më tepër kohë për të shkruar, sepse të shkruash një histori do me vërtet vëmendje. Ju shkruani poezi dhe prozë. Cilën nga të dyja gjinit i keni më për zemër? Ju ndonë në prozën tuaj të kaloni edhe në prozë poetike apo jo? Unë të thashë që poezia më duket është si ushqim për shpirtin. Do më thënë, nëse ushqime që ham është për trupin, për fizikun, të shkruaj poezi është ushqim për shpirtin. Dhe unë them vërtetën, edhe sa po marrë telefonin në dorë, mua më shkon pa dashje dora tek page dhe të marrë të shkruaj poezi. Pra jam shumë e afërt me poezin. Megjithatë, nga që kam lexuar shumë romane, jam shumë e vënë pas romaneve, pas autorëve të huaj, kam tentuar, kam provuar që doja të shkruaj edhe diçka vetë. Dhe ja fillova kështu, ndoshta ja fillova nga diçka shumë e vështirë në fillimet e mia, sepse nuk është as pak e lehtë të fillosh një roman, historinë e një femre nga fillimi i jetës së saj deri në fundin deri në ditën e vdekjes. Edhe të them vërtetën, këtu më ka ndihmuar edhe babi im, i cili vërtet e njeh shumë mirë, ka njohur shumë mirë jetën e asaj kohe, ka udhëtuar shumë dhe kam patur rastin që të kem edhe babain tim pra si aleatin kryesor në këtë pjesë, i cili më ka ndihmuar, më ka mbështetur, por nëse mund të them se ku e gjen vila vetëm më mirë, atëherë unë e gjej gjithmonë tek poezia. Ndërsa për sa i përket prozës ta ndërlidhe me poezi, nuk e di, ndoshta në të ardhmen, nuk e di ç'të them. Pra nuk i ndan dot prozën dhe poezinë, doj qik më tepër poezinë se vjen në moment, por nuk i ndan dot. Për të shkruar një roman, unë mund të them se duhet të marr disa pushime, të jem diku në një vend për shkruar roman. Është vërtet, ke drejtë. Duhet marrësh pushime, të jesh e lirshme, pa kufizuar nga gjëra të cilat të tërheqin vëmendjen, pra do të bësh shkrimtaren si profesion për të shkruar romanet, sepse romanet kanë një punë intensive. Do na lexosh edhe një poezi më që don më tepër poezi? Dhe pastaj kalojmë te libra të tjerë. Patjetër. Unë këto poezi nuk do i selektoj fare, por do i lexoj ashtu siç më vijnë. Pa problem fare. Eja edhe ti si shiu. Shiu e tokën në mal. As një vatë të gjatë në lival. Lulet do të qëllin pas shiu për të ujë. Djevet do t'ju sheja me rrejtet e ti. Toka do të duhet si një mbretëresh. Furor do të ketë
filburin e vet. Por ku do të fut buzë do të futa. Pashtuaj etjen që më ka përdoluar. Të më thosh një herë të vetme, ndihen si princesh, si tota në shiun, mari u shua, eja dhe ti, si një ulbergja me tako, eja, nga vetmia e udhëruar më shpëto. Eja shiu, eja si shiu, të dita, më presto, të pres, si që presto ka riskun e asgjë dhe të kishte më rëndës, të taj. Faleminderit Nevila që ndave dhe këtë poezi me ne, të pritjes të një vajzë të re, në një mus të shkëlqyer, më të them, dhe komplimenti për poezit. 3 poezi lexove deri tani, por sipas meje ja vlen vërtet të lexohet ai libër. Do më thonë të lexoj edhe një poezi. Ke dëshirë të lexosh edhe një tjetër apo u lodhe? Jo, mendova se më pyete nëse do të lexoja. Jo, në fakt dëgjoj, këto janë poezitë të cilat si thash më parë janë shkruar ndër vite, ndërsa poezitë të cilat i kam shkruar kohët e fundit nuk i kam botuar ende, madje as nuk e kam në mend për tani të botoj sepse nuk dua sërish të ndalem tek romani. Ndërkohë kam një tjetër, domethënë kam një dritare tjetër, një rrjet social në të cilin vërtet i botoj her pas here, pra i postoj her pas here, dhe më vjen keq që tani këto janë vetëm poezitë e mia të cilat janë shkruar ndër vite, ndoshta nuk janë shumë të bukura, por gjithsesi janë të shkruara me shpirt dhe me ndjenjë. Jo, shumë të bukura me shpirt dhe me ndjenjë një vajzë të re, që kemi shumë nevojë për këto poezi, prandaj them që është një libër për të lexuar me kënaqësi. Faleminderit. Politik themi Nevilës për profesionin e asaj si moderatore, si e kalon ditën dhe na flisni diçka. Për punën tuaj, aq sa po, patjetër. Atëherë unë për punën time si moderatore, si gazetare në një televizion lokal, në televizionin TVBON, i cili operon këtu në Maldëzi, është një televizion i pavarur shqip për të gjithë shqiptarët, një dritare informimi kudo që ka shqiptar në fakt. Dhe unë pata rastin që edhe pse ende nuk i kam përfunduar studimet e gazetarisë, të mirëpritem nga stafi dhe punoj dhe veproj prej 6 muajsh në televizion, ku moderoj disa emisione, sigurisht gazetare e lajmesh, gazetare terreni etj. Edhe jam shumë e kënaqur. Edhe vërtet që letërsia lidhet në fakt me gazetarinë, sepse unë trajtoj edhe emisione të cilat kanë të bëjnë me letërsinë, me kulturën, me artin. Zgjell të intervistoj njerëz të cilët jo vetëm nga Malësia e Tuzit, pra këtu ku unë jetoj, por edhe nga Shkodra, nga Ulqini, madje bëjmë edhe telefonata online edhe nga Kosova, edhe me gjërë, sigurisht që këto të dyja lidhen jashtë masën njëra tjetrën, pra letërsia lidhet shumë me gazetarinë. Kaq mund të them, jam shumë e kënaqur që jam pjesë e stafit, pjesë e televizionit të bëjmë këto në Maldëzi. Ju keni lidhje direkte edhe me Shkodrën. Po, Shkodra është dashni, themi ne. E themi gjithë. Patjetër, sepse them të vërtetën, duke qenë se ne këtu në Maldëzi jemi pakic, dhe kuptohet që vatra e kulturës është më e vakët, sigurisht në Shkodër. Prandaj më parë jam bërë një orë në thonjza, apo them, në Shkodër nëpërmjet autorëve, nëpërmjet profesorëve etj. Kështu që atje kam operuar më shumë derisa u bëra dhe antare i shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës, ku sigurisht merrem edhe me promovime, me organizime të shumta, me aktivitete. Ka ftesa të cilat vërtet nuk mundem në fakt edhe t'i pranoj të gjitha, edhe për shkak se jam si shkaq edhe prind edhe më duhet kujdesem edhe për familjen, kështu që është pak e vështirë që të menaxhohet kjo pjesë, por nuk shkëputem asnjëherë nga Shkodra. Unë kam mamën edhe babin atje dhe vizitoj shumë shpejt, shumë shpesh dhe kam rastin domethënë që të kyçem aq sa mundem, por jo vetëm në Shkodër, sigurisht edhe në Lezhë, pasherë edhe në Tiranë. Vetëm në Kosovë nuk kam qenë ende, por shpresoj që të më vi rasti, sepse sa më shumë që njeriu kalon kohën për këto aktivitete, sa më shumë që njeh autor, vërtet më kanë ardhur edhe ftesa dhe jam shumë e privilegjuar që ndonjëherë dhe pse jo së shpejti të marr pjesë edhe në aktivitete që lidhen me letërsinë, me mbrëmjet letrare, me promovime etj. Edhe në Kosovë. Po.
librat tuaj a kanë rënë në dorë të kritikës shqiptare, të kritikës letrare, mund të themi, dhe ekziston sipas te kritika e vërtetë? Po, atëherë në them vërtetën tek romani Papafingoja, sigurisht kam patur kritik normal dhe unë i vlerësoj shumë, duhet të ekzistojnë kritikët, edhe pse njerëzit janë të lirë sot sidomos të shkruajnë çfarë do duan, dhe unë e kam filluar si një pasion dhe jo si një libër që po ja shes dikujt që ta lexoj me patjetër. Por sigurisht që kritika na përmirëson edhe ne, dhe unë e mirëpres gjithmonë. Duhet vërtet jetë e rëndësishme, sepse ndryshe është domethënë të shkruash poezi të cilat janë një frymëzim i cili buron nga ndjenjat e tjera, të shkruash roman është pak më vështirë dhe duhet edhe autorit të di se çfarë po i servir lexuesit. Kështu që tek romani Papafingoja sigurisht kur është bërë promovimi, ka patur sigurisht edhe kritik, është bërë një promovim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk kam qenë atje të vërtetën, sepse nuk kam patur mundësi, por që domethënë mi kanë çuar ato mesazhet se si çfarë duhet të ndryshojë, çfarë duhet të përmirësohet etj. Dhe këto janë gjëra të cilat vërtet duhet të mirëpresim. Askush nuk është perfekt. Po patjetër, sa vepra tjetër që shkruhet edhe më bukur. Perfeksioni nuk ekziston, prandaj unë i mirëpres gjithmonë. Kam patur, po. Edhe pastaj kritika nuk është vetëm kritik. Ajo është një analizë e thellë e veprës, ku dalin edhe kritikat patjetër. Dhe ato të ndihmojnë që vepra tjetër të shkruhet edhe më bukur, duhet i pranojmë, nuk është se kritika është janë të mirë se ardhur. Po patjetër, ke të drejtë. Tani i kërkojmë regjis na vej ndonjë këngë dhe më pas themi përsëri me Nevilën. Vret, jeta ime një dramë ironie. Fati im si përmbysje dramë ironie. Fati im si përmbysje ndjem i huaj, i tretur në harres, as kujt nuk i përkas, veç jes time të pashpres. Por çfarë vlej vallë në jetë kur gjithçka rreth meje më vret? Jeta ime një dramë ironie. Fati im si përmbysje e një anije. O Zoti im, lodhët e kripur po pisi ilaç. Më xhaketën e vjetër strukem si lypsar. Të gjithë po më bregtisin. Por unë nuk kam faj. Ndjem i huaj, i tretur në harres, as kujt nuk i përkas, veç jes time të pashpres. Por çfarë vlej vallë në jetë kur gjithçka rreth meje më vret? Jeta ime një dramë ironie. Ja ku kthyem përsëri me ju dhe me Nevilën
Përshëndesim të gjithë teleshikuesit, ato që na ndjekin, ato që shkruajnë. Po lexojmë disa nga komentet e teleshikuesve. Emnie Krasniqi. Përshëndetje portali Një Dritare. Përshëndetje ty Albina në veçanti. Përshëndetje të nderuarës mysafires Neviles. Jeni të mrekullueshëm. Është hera parë që dy moderatore pra, janë ju lumt. Faleminderit të përshëndesim. Faleminderit. Miranda Trociderti. Mirë mbrëma emisionit Një Dritare, moderatora Albina Ceka dhe sukseset të ftuarës tonë. Faleminderit Miranda. Emria na ka dërguar edhe një përshëndetje dhe një zemër. E përshëndesim edhe ne. Indira Abdyl Hoxha. Sot radio jon u bë edhe më e pasur. Falundërheshës së paloshme të këtij mediumi, e cila me vizion dhe për kushtimin e saj shndërron çdo emision në një udhërrëfyes të vërtet për dëgjuesin. Ajo është dritarja që hapet çdo ditë për të dhënë frymë fjalës, të lirë profesionizmit dhe kulturës mediatike. Në të njëjtën dritare shkëlqen edhe mysafirja e nderuar Nevila Neziraj Nika, e cila magniti publikun me shkastësinë, qartësinë dhe finesën e saj. Çdo fjalë e saj mbante peshë. Çdo mendim frymëzonte dhe çdo përgjigje tregonte nivelin e lartë profesional që ajo përfaqëson. Pal bashkëpunimeve të tilla, radio mbetet jo vetëm një medium informativ, por një vend ku arti komunikimi merr kuptimin e bukur. Faleminderit Indira. Më pas do përpiqemi të lexojmë edhe mesazhet e tjera, por do kthehemi në bashkë bisedim përsëri me Nevile, se ka shumë për të thënë akoma. Nevile na fole për poezinë brenda librit të hershme në rinin tënde. Thej që ke tani mjaft poezi të tjera që i hedh në portale. Një poezi nga ato që hedh në portale e kam dhe unë këtu. Me lejen tënde kuptohet, do e lexoja. Jemi pritur. Faleminderit. A mund ta duam jetën? A mund ta duam jetën pa folur, pa qeshur, pa u gëzuar, pa dalë, pa bredhur, pa u argëtuar? A mund ta duam jetën pa thurur ëndra, pa planifikuar? Pa kureshtje, pa ambicje, pa lotuar, a mund ta duam jetën pa e njohur shijen e dashurisë, pa vallëzuar valsin e rinisë? A mund ta duam jetën pa e parë botën sipas këndvështrimit ton? Pa e adhuruar yjet dhe hënën natën vonë? A mund ta duam jetën pa zbuluar pasionet që ndjejnë, pa zgjuar misteret që ende flejnë? A mund ta duam jetën pa falendëruar askënd? As Zotin, as prindrit që na sollën e jetë? A mund ta dojmë, ta jetojmë natyrshëm, pa drama, pa filozofi? Të duam vetën dhe kohën si që duam një fëmijë? Faleminderit. Faleminderit ju për poezi diskutimin. mjaft e ndjerë, ku shtrohen një sëri pyetjesh. Me retorike janë pyetjet në këtë poezi, që vën në dëshim mundësinë për të dashuruar jetën. Elementet themelor të kësaj poezie, çdo pyetje ka dhe një përgjigje. Kjo është një dialog i përkryer në poezinë e Neviles. Faleminderit Nevila që solle. Mund të them se në këtë poezi ka mesazh, ka mjeshtri, ka një retorik, ka pyetje përgjigje që rrallë i gjen në poezitë e sotshme. Komplimenti vërtet.
Faleminderit shumë. Atëherë unë do të shtoj diçka rreth kësaj poezie, sepse të vërtetën kjo ishte një poezi e cila u përzgjoll nga 360, nuk e di se sa poezi kanë qenë në total, por u zgjellën ndër 40 më të mirë në festivalin e Tiranës që u organizua me 25 tetor, më fali, në Tiranën nga Adelina Pali, të cilën e falenderoj shumë dhe na dha mundësinë pra që edhe ne autorëve, edhe pse nuk jetojmë në Shqipëri, kemi patur rastin që të jemi pjesëmarrës dhe për mua ishte një nga anetet më të bukura sepse isha pjesëmarrë në festivalin e parë pra që u organizua në Ndritën e Fjalës në Tiranë dhe kur më thanë që je përzgjedhur, më thjesht të them vërtetën e dërgova poezinë. Jo, e dia mirë që mes mira poezive nuk mund të selektohej e imja, por... Jo, e meriton kjo poezi. Kur më ka thirrur në telefon dhe më ka thënë që je përzgjedhur në 40 të cilët duhet të konkurrojnë, duhet të vinin në Tiranë, u befasova shumë dhe ishte pikërisht kjo poezia A mund ta duam jetën. Komplimenti vërtet. Faleminderit. Por le të kthehemi prozës përsëri, me të vërtetë e duam poezinë shumë, por kemi dhe romanin e dytë se akoma nuk kemi folur, nuk do t'ja bëjmë me hile. Narrativën e romanit të dytë, si të lindi ideja, sa të desh ta shkruash, të njëjtat pyetje, si për romanin e parë. Atëherë, Dashuria e fundit është një roman që flet për brezat e rinj. Prandaj, duke qenë se sot brezat e rinj i kemi parasysh më shumë se kur, me dashuritë e tyre të cilat janë shumë të ekspozuara, mund të them madje ndonjëherë edhe më tepër se ç'duhet, nuk e kam pasur shumë të vështirë që të gjej material për këtë roman, duke u bazuar edhe një herë të thash tek dashuritë të cilat sot janë sa të shteta aq kalimtare, pra nuk e kupton se kur u dashuruan, kur u ndanë, edhe të përkujdesja që të rinj sot vërtet mendoj që e kanë lënë paksa pas dore. Atëherë Dashuria e fundit është botuar në vitin 2023. E kam shkruar në një kohë shumë të shkurtër, sepse nuk është në fakt një libër i cili përmban shumë faqe, edhe me këtë roman kam bashkëpunuar me shtëpinë botuese Kuvendi në Lezhë, ku vërtet në fakt aty u prit shumë mirë, sepse thanë që është një roman shumë trendi, le të themi, për kohën e sotme dhe mund të ketë edhe shitja ashtu dhe rezultoi në fakt, romani është shitur shumë shpejt. Atëherë, në fokus janë dy të rinj, të cilët bien në dashuri me njëri tjetrin, por që nuk arrin që të kujdesen për njëri tjetrin. Kështu që ka një mesazh shumë të fortë brenda, pse në vërtetën edhe pse më vjen keq se edhe ky ka një përfundim, edhe ky roman ka një përfundim tragjik, mund të thoja, por kjo vjen si rezultat e pakujdesisë së të rinjve që kanë sot, sepse të rinj sot nuk e çmojnë atë që kanë në duar, mendojnë që mund të arrijnë gjithçka dhe hidhen sa në një deg në një tjetër duke kërkuar gjithmonë më të mirë, ndërkohë ata nuk kuptojnë se e mira qëndron jo vetëm në bukuri, jo vetëm pra në bukurinë sipërfaqësore, por në të shpirtërore, por sot të rinj nuk kanë kohë që të shikojnë aq thellë tek shpirti i një gruaje, po them, një femre ose femra tek shpirti i një mashkulli, por kanë dëshirë që të arrijnë sukses, të arrijnë të kenë gjithçka në një kohë shumë të shkurtër dhe harrojnë që dashurinë kur e ke dashurinë e jetës duhet vërtet të kujdesesh për të. Këtu personazhet kryesore janë dy të rinj, Eliona dhe Erioni. Kemi emra? Po, kemi emra. Dhe them të vërtetën e bukur e këtij romani është që unë kam bërë një lojë me ndjekësit e mi në Instagram ku i lash ata që të vendosnin emrat e personazheve. Pra dhe u vendosën emrat të cilët jo vetëm që janë emrat të cilët u vendosen vetëm nga ndjekësit e mi në Instagram, por gjithashtu këta emra janë vërtet të dy personave të cilët më ndjekin në Instagram, i kam shumë shok të mirë dhe sigurisht ata kanë përfituar edhe librin, sigurisht dhuratë nga ana ime. Atëherë, Eliona është një vajzë e cila është disi më ndrojtur, disi më punëtore le të themi, më mbledhur, ndërkohë që Erioni është një djalë i cili e merr jetën pak më me ritem të shpejt, i cili nuk e vën re se është koha për të krijuar, për të mbajtur dashurinë afër, për të krijuar ndoshta edhe familje, por që hidhet sa në një deg në një tjetër, dhe kështu arrin që të humbas atë çfarë është më shtrejta në jetë, dashurinë e tij. E më pas mundohet që të rikthehet, herë në një mënyrë, herë në një tjetër, por kur një i ri vërtet, kjo është vërtet një dramë sociale të cilën vërtet shumë të rinj jetojnë edhe sot, pra nuk është thonë ka ndalur shumë nga realiteti asaj çfarë ndodh në jetën e përditshme.
pra duke patur shumë Ja, mos krijimi i familjes e mos gjetja dashurisë për një kohë zgjatje të është të vërtetë dhe është një dramë me të vërtetë në këto vite. Kështu që e ke po rriten ndryshe të rinjtë pikës me temën. Po rriten shumë ndryshe. Dhe them të vërtetën edhe nga kritikët, edhe nga lexuesit u prit mirë, pra është një temë vërtet sociale, po them na përket të gjithëve dhe ka një mesazh shumë të fortë brenda, megjithëse është një roman i cili ka më shumë edhe skena pak më, mund të them në thojë erotike, por që i përshtatet kohës të cilës jetojnë, dhe unë kam provuar që të shkruaj edhe në këtë formë, pra nuk mund të mbyllen gjithmonë atë mentalitetin që nuk duhet ta shkruaj këtë pjesë, por e kam futur brenda dhe nuk e di se është pjesë e dashurisë, një pjesë shumë e rëndësishme dhe brenda romanit patjetër që dhe gjithmonë unë po them, ne jemi rritur me një mentalitet tjetër, na kanë edukuar ndryshe, na kanë edukuar që të skuqemi nëse flitet një fjalë, po them nuk dua që të flas fjalë të cilat nuk i përgjigjen etikës së televizionit, por në një roman lejohet, domethënë çdo gjë, kuptohet që duhet lejuar, edhe ndoshta e kam tepruar mund të them me këtë dozë, por që realiteti ky është. Kështu që jeta sociale është e tillë. Romani tregon të vërtetën. Romani tregon të vërtetën dhe po patjetër është një roman i thjeshtë, një roman shumë praktik, është shitur shumë gjatë verës të them të vërtetën dhe vërtet më kanë përgëzuar për këtë roman, kam qenë edhe ftuar në portale të ndryshme, në televizione të ndryshme në Shqipëri, edhe këtu sigurisht, edhe në biseda online patjetër, edhe nuk di ç'të shtoj më shumë. Komplimenti. Të gjesh temat e duhura dhe t'i hedhësh në letër është një jo vetëm pasion, por është zgjuarsi, është durim, sepse nuk shkruhet aq lehtë një roman. Nuk do veç përgatitje profesionale, don durimin, don shpirtin, don shpirtin që të tregoj një histori dhe ta ndjej atë histori dhe pastaj të hedhi lotin në letër. Po ndodhet dhe të kthehemi. Po, i kthehemi dhe romanit, sigurisht duhet lexuar, duhet të shkruar si fillim, pastaj duhet heqesh, vendosesh, shikosh, pra i kthehem her pas here, por duhet redaktuar në mënyrë. Romanit i redaktoni vetë apo më që dolim te redaktorët? Apo dikush i ka redaktuar romanin? Po, patjetër. Atëherë unë krejtësisht librin e kam lënë në duar të shtëpisë botuese Kuvendi në Lezhë, ku ata mi kanë gjetur redaktorët, të gjitha këto domethënë e kam menaxhuar krejtësisht këtë pjesë, sepse them të vërtetën jo se nuk mund të gjeja një redaktor të mirë, sepse duhet një redaktor dhe një kryeredaktor sigurisht që ta shikojë mirë, por domethënë mund të arrija në bazë edhe unë të redaktoja, por nuk është nuk më dukej, domethënë nuk kur figuron emri im atë shkrimtare, redaktore etj nuk ishte e duhur, gjëja e duhur, por jam ndarë e kënaqur edhe për sa i përket redaktimit. Kjo ka shumë rëndësi. Le të flasim për planet. Çfarë planesh ke tani me tutje? Mund të themi tip me gjuhën e Malsis, tutje. Me gjuhën e Kosovës. Plane. Atëherë plane unë shkruaj vazhdimisht. Domethënë nuk ka një ditë që nuk mund të shkruaj diçka dhe nëse jam e lodhur, unë shkruaj. Dhe ndërkohë këtë dorëshkrime, sepse mua më pëlqen të shkruaj me stilolaps, të thënë vërtetën, gjë që më duket se nuk e heq nga dora as kur ha buk. Kështu që shkruaj, ndërkohë jam duke shkruar 2 romane, nuk e di asun se si u gjenda dhe fillova 2 romane në të njëjtën kohë, por ashtu më erdhi një val frymëzimi për një temë, e cila edhe kjo ka të bëjë me të kaluarën, dhe një roman tjetër komedi, një roman komik, i cili ka të bëjë drejt për drejt me rrjetet sociale. Me rrjetet sociale, me këto lidhjet virtuale etj, por që nuk mund të them më shumë sepse po pres që të filloj me botimet, kështu që shpresoj që së shpejti t'i kene në duar lexuesit. Po i kthehemi përsëri poezisë. Nuk mund të rri pa e lexuar edhe një poezi nga ti. Erdhe nga zgjëja. Erdhe nga zgjëja.
Dhe u bërë gjithçka. Kolonë zanore në shpirt, plot lumturie në sy, muzëqeshje në fytyrë, pohiza ëmbël në gust. Nga asgjëja erdhe, dhe gjithçka mbete. Kulturë erotike në trup, pasion drejtërues që pushton, erdhe si një rrezë e fuqishme, një pikturë e lashtë që me inspiron. Ulla e mnegur e asgjëje, mësove në portën e gjithçkaje, u bërë notë muzike në pentagram, poezia që qatë në mbar. Kur e lexova këtë poezi në fillim, po flasun në fillim, pastaj do të le ty të flasësh për këtë poezi. Mendova se e kishe fjalën për të dashurin, për dikë që o në rini o tani për të dashurin tëmë. Kur me doli poezia në fund, tash ja që jemi të dashurara me poezit, shumë poete e gjejnë veten këtu. Poezia erdhe nga asgjëja, ndërton kontrastin mes asgjës dhe gjithçkas, për të shprehur ndikimin transformues të pranisë të një njeriu të dashur. Në fillim kuptohet me të vërtetë se kjo poezi dhe mesazhi është edhe për njeriun e dashur, nuk kuptohet. Por kur arrin tek fjala hyjnore, tek gjuha hyjnore, poezia, që në fund për poetën është dashuri, kjo më bëri të mendoj se kjo poezi na përket të gjithë ne poetëve. Si të erdhi kjo ide dhe më thuaj diçka ti? Atëherë, nuk e di, dashuria në përgjithësi, domethënë, dashuria jo vetëm për njeriu, por për gjithçka që vjen në jetën tonë, sepse ndonjëherë ne nuk e shohim disa gjëra të cilat duken në fillim si të vogla, ndoshta edhe si të parëndësishme, por krejt papritur ato bëhen gjithçka, bëhen si një udhë, si një rrugë, si një shtys për të ecur përpara. Këtu bëhet fjalë edhe për dashurinë, për jetën, për punën, për profesionin, për familjen, sigurisht edhe për të dashurin, për bashkëshortin, për gjithkënd, domethënë. Edhe kjo ka qenë një poezi të cilën unë e kam dërguar edhe këtë në një portal ku ishte një konkurs, le të themi, poetik, dhe më thanë që është shumë e bukur. Them vërtetën, siç të thonë, është një lirik e mbushur me dritë. Është një lirik e mbushur me dritë. E them me plot. Dhe nuk më ka kushtuar shumë kohë, domethënë, por unë edhe nga natyra ndoshta jam pak e ndjeshme, ndaj gjithçka në jetë, e vlerësoj shumë jetën, e vlerësoj shumë mbi të gjitha dashurinë për jetën, dashurinë për gjërat e vogla të cilat i kemi çdo ditë për rreth dhe mbase ndonjëherë nuk i vlerësojmë aq sa duhet. Prandaj themi se erdhe nga asgjëja, që domethënë e nuk duhet të shikojmë as njerëzit, as gjërat që vinë, që duhet të vinë me patjetër me bollek, pra nga diçka shumë e madhe, në mënyrë që ne ti përkufizojmë ato, ti kemi ato të përfitojmë prej tyre. Ndonjëherë gjërat më të bukura vinë nga gjëra shumë të vogla, por e rëndësishme është që të shikosh përtej tyre. Ti dua shumë, ti mbash për vete, dhe kjo ka qenë ideja. Shumë e bukur poezia. Faleminderit. Unë do kisha dëshirë të dëgjoja këshillat tuaja, sidomos për autorët e rinj. Atëherë, për sa i përket poezisë, unë mendoj që nuk do të kisha ndonjë këshill, sepse poezia vjen natyrshëm. Ai që dëshiron të shkruaj, do të shkruaj gjithmonë në një mënyrë ose në një tjetër, do e gjej rrugën e tij. Ndërsa kur vjen puna tek botimi, ka njerëz që vërtet stepen, ashtu ndoshta edhe unë për vite me radhë nuk e kam patur atë guximin që të botoj diçka, por gjithmonë ka njerëz të cilët na shtyjnë, na motivojnë dhe na bëjnë të kuptojmë se ndoshta vërtet këto vargje duhet vërtet të jenë të botuara, të lexohen nga njerëz, të jenë nëpër librari, nëpër biblioteka etj, ku dua ta cek edhe këtë pjesë që librat e mi janë të shpërndarë edhe në disa biblioteka të gjimnazit ose edhe të shkollave fillore, ku është edhe kjo vërtet diçka shumë e mirë. Por
Ndërsa për të shkruar romane vërtet nuk di se çfarë të shive të jap në këtë pikë. Megjithse kohët e fundit vërtet janë shtuar edhe autorët, unë kam patur fatin që të njihem edhe me autorë të rinj gjatë kohës kur isha në Tiranë, por edhe në Shkodër, dhe ndodh shpesh që çdo herë kemi autorë të ri të cilët promovohen. Pra nuk e kanë më atë frikën ose atë tabun që nuk mund të shkruajmë sepse të tjerë do të na paragjikojnë, jo, nuk e dim se çfarë të shkruajmë, jo, janë bërë vargjet ndoshta të gjitha si të njëjta etj, por këshilla më e mirë është që bëni atë që dëshironi të bëni, mos u stekni, plotësoni avetit ëndrat tuaja dhe vazhdoni të ecni Do të përshëndes. Nuk është të thënë që gjithë jeni autor të shkëlqyer. Do të përshëndes disa teleshikues që na kanë komentuar. Klodiana Taka, të përshëndesim. Vasilika Alia, faleminderit për komentin. Nuk i lexojmë dot se është fundi i emisionit. Me kënaqësi do të Same Lulanaj. E përshëndes shumë Semen Lulanaj, e cila është socia ime. Përshëndetje Zoja Albina, programi juaj dhe me tërheqës me të ftuarën tuaj në vila. Faleminderit Same. Do ju kërkoj ndjesë se mesazhet nuk arrijnë t'i lexojmë të gjitha, por me zemër ju falenderoj të gjithëve juve që na ndiqni dhe shkruani mesazhet. Dua t'i leko në Vilës që të përshëndesi, ke dëshirë të përshëndesë sonte këtu nga televizioni. Prandaj nuk lexojmë dot të gjitha mesazhet. Atëherë, në radhë të parë ju përshëndes juve për ftesën, ishte vërtet një kënaqësi dhe një privilegj. Them të vërtetën kisha dhe emocione, nuk e di se sa ishte e dukshme nga ana tjetër e ekranit, por ende kam emocione. Ju falenderoj shumë që u bëra pjesë e një dritare, ku vërtet është një mundësi shumë e mirë që u jepen autorëve pavarësisht se ku ata jetojnë. Autorët që flasin shqip është diçka shumë e bukur. Përshëndes të gjithë ata që më kanë mbështetur dhe inkurajuar gjithmonë që të eci përpara, njerëzit e mi, familjen, të cilët janë udhëheqësit e mi, dhe sigurisht unë kam vetëm një shprehje e cila kohët e fundit është shumë e bukur, është shumë e mirë. Shpresoj që të gjithë njerëzit të takojnë njerëz të mirë në jetë, sepse njerëzit e mirë vërtet janë si një ogur mirë që të shtyjnë përpara, që të marrin dorën atëherë kur rrezosh dhe ke nevojë për ta. Prandaj mos i neglizhoni, ndihmoni njerëzit sepse të jesh human, të jesh altruist është mënyra më e mirë për të treguar se jo vetëm që ne vlejmë, por për të treguar edhe dashuri kundrejt atij që na ka krijuar, kundrejt Zotit. Kështu që i përshëndes të gjithë njerëzit e mirë sigurisht. Faleminderit, kënaqësi që të kisha sonte këtu. Dhe unë të përshëndes dhe jam e lumtur që sonte kisha një të ftuar njeri të mirë që përhap të rritë dhe këtu në ekranin tonë. Falenderoj, kënaqësi që të kisha sonte këtu. Kënaqësia ishte imja. Të nderuar teleshikues, nuk do të harrojmë pa përshëndetur drejtorin e televizionit Një Drejtare, i cili na ndjek nga spitali dhe urojmë shërim të shpejt dhe të kthehet sa më shpejt në TV Një Drejtare. Se shumicës teleshikuesve edhe i mungon zëri i tij. Më vjen keq, por minutat ikën, ora kaloi pa u ndjerë. Ju them nga televizioni Një Drejtare, natën e mirë dhe miru takofshim në emisionin e radhës. Natën e mirë në vjarë, faleminderit shumë. Natën e mirë.